Gati e pa parashikueshme që të shikonim Leandrën me Michael Jackson. Një Leandra e ndrojtur, diskrete, gati e turshme, pak introverte në natyrë, erdhi sot më e fuqishme se kur. Çfarë evolucioni që ke bërë ti, po të shikosh trajektoren nga nisja deri këtu në finish, ë? Adi, si të zhdukur rrugtimi i Leandrës me këtë kulminacion sonte? E gjithë mbrëmja është si një moment i të vërtetës për hir të vërtetës së vet. Edhe ajo që më bëri shumë përshtypje sot është pjesëmarrja e Leandrës në mënyrë bindëse në koreografinë skenike. Asnjë element nuk ishte i tepërt, i keqvendosur ose i rastësishëm. Unë mendoj që sot është një nga momentet më të bukura, të veçanta, të jetës tënde që ti vetë do ta mbash më gjatë. Ti Soni Malaj që sot nuk i ke konkurrentët e tu, por në fakt i ke, se do rikthehemi të gjithë në fund të mbrëmjes, për kë bën tifo? Kemi një në skuadrën e Zerkës dhe 2 në skuadrën e Arilenës. 1-2, po. Unë bëj tifo për të tre, në fakt, ju uroj shumë suksese që kanë ardhur këtu, një rrugtim i shkëlqyer, i kanë dhënë këtij X Factori materiale shumë të bukura, energjinë e tyre rinore dhe artistike. Ju uroj të gjithëve, jo fitore, se do fitoj një, por ju uroj suksese që kanë ardhur deri këtu dhe janë të tre fitues. Zerka. Pash ishte një hapje e mrekullueshme, një super performancë e Leandrës, edhe pash një Leandrë që sot e kishte lënë domethënë për natën finale që ishte shumë e lirshme. Shumë faleminderit. Bravo, suksese. Cili është personi më i rëndësishëm në sallë për ty sot? Sigurisht mami im. Mami që të ka ardhur të ka shoqëruar në të dyja herët në audicionet, më kujtohet kur na tha Verës edhe mua me shumë kujdes, ju lutem mos e zhgënjeni përsëri këtë vajzë se për këtë gjë jeton. Edhe ne i tham që ishte nevojshme që ajo të rritet një vit, po të vi dhe ta provoj sepse ne na bëri shumë përshtypje në audicionin e dytë, na u duket edhe neve shumë më mirë se vitin e kaluar, kështu që kjo pjekurie jote artistike ishte shumë evidente këtë vit, ndaj ti arrite deri këtu me merit. Ky është një program për meritën, për meritokracinë ku shumë të rinj nuk besojnë më në këtë vend. Arilena ka ardhur me 2 vajza armatosur në finale. Çfarë do thoje për Leandrën dhe për këtë performancë të saj? Mirëmbrëma të gjithëve një herë. Do doja shumë të dëgjoja të gjithë simpatizantët që mbështesin sot Leandrën. Realisht e meriton. Unë nuk kam një koment sepse vajzat e mia ajo është energjia që dua. Vajzat e mia kanë folur vetë. Fakti që kam sikur më përpara 2 vajza që përfaqësojnë skuadrën time është fitore e madhe dhe nuk ka nevojë për koment dhe çdo fjalë në fakt zhvlerësohet. Kam një frazë të vogël për Miss Verën, pam kamerën e fshetë, është shumë e vështirë të sillesh si princesh tani në mënyrë shumë aristokrate dhe të flasësh me shumë elegancë pas gjithë asaj që pam. Jam shumë e lumtur që jemi sonte në finale, shpresë të madhe dhe uroj pafund që 3 finalistët të marrin atë që meritojnë. Shumë faleminderit. Votoni fasat e Leandrës, duke marrë celularet në dorë dhe të shkruar Leandra, por votoni dhe në website-in tvklan.al që Leandra të shkojë në dyshe. Pas këtij raundi performancash, artistët e kësaj nate do të këndojnë me mentorët e tyre dhe pastaj njëri nga të tre do të skualifikohet dhe do të kemi duelin e fundit i cili do të përcaktoj fituesin e edicionit të 6 X Factor. Leandra, faleminderit për emocionet, do shihemi pas pak. Faleminderit.